إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Vetëm Allahu subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje ndihmë udhëzim kërkojmë, salavatet selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdo me ligjëratën e radhës nga seria ligjëratave udhëzime nga trashëgimia profetike. Sonte me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të flasim diçka në lidhje me ta'dhim hudud, pra madhërimi i kufive apo normave hyjnore dhe paralajmërimi ndaj shkeljes së tyre. Pra kemi fol fillimisht për autoritetin e shpalljes dhe si muslimani e ka obligim ta ketë shpalljen si referencë në çdo problem, në çdo zgjidhje, në çdo gjendje. Pastaj kemi folur se si duhet muslimani t'i qaset shpalljes, sepse Allahu subhanahu wa taala i takojnë shembujt më të lartë, mirë po edhe në jetën tonë praktike. Nëse dikush nga ne e dërgon një letër apo e jep një obligim dhe kështu me radhë, në tem shifet një qëllim, shifet një objektiv dhe kështu me radhë. E vallë si është puna që Allahu subhanahu wa taala të zbres librin nga 7 katçej dhe në të mos të ketë objektiva dhe mos të ketë përa qëllime, sepse ato pra se si duhet t'i qasemi atyre ajeteve dhe kështu me radhë. Pra kemi folë për autoritetin e shpalljes dhe kemi obligim që të marrim referencën, ta kem pra referencë, pastaj kemi folë për qasja e duhur, si duhet t'i qasemi shpalljes dhe kemi përmend argumente se si janë qasë pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Dhe sonte me lejen Allahut subhanahu wa taala do të flasim për madhërimi i normave hyjnore dhe paralajmërimi ndaj shkeljes së tyre. Sa i përket madhërimit të normave apo kufive të Allahut subhanahu wa taala, kemi të bëjmë me 3 gjëra. Mirë, po para se të flasim për këto 3 gjëra, 3 kategori, do të themi se sa i përket normat, kufi, dispozita dhe kështu me radhë, paka shumë e kanë kur flasim për këtë titull e ka për qëllim të njëjtën gjë. Pra kufi është që Allahu subhanahu wa taala ka vendosur për të drejtuar jetën e njerëzve. Pra Allahu subhanahu wa taala ka zbrit shpalljen në të gjindet, pra në të janë kufijt, normat, dispozitat, obligimet, ndalesat dhe kështu me radhë. Pra të gjithë këto mund t'i definojmë si norma, si kufi, si dispozita dhe kështu me radhë. Pra Allahu subhanahu wa taala i ka zbrit këto norma dhe i ka vendosur këto kufi që ta drejtoj jetën e njeriut, jetën e besimtarit gjatë udhëtimit të tij për tek Allahu subhanahu wa taala. Momentin që njeriu nuk njeh kufi, atëherën jeta e tij pra nuk do të jetë në rregull. Allahu na ruaj, të më thonë, e kemi në jetën tonë praktike, nëse vazhdon udhëton nga një vend në një vend tjetër. Nëse nuk i njeh kufin të atij vend, patjetër se do të kalosh në vend jo të duhur. Kjo sa i përket pra definicionit të titullit. Ndërsa sa i përket pra kategorive në relacion me kufin të Allahut apo me normat, themi se kemi kategoria parë është men yamtathil li sharia wa yu'adhimhu ta'dhim qalbi khas. Pra është ai njeri që apo fillimisht tek çështja si më thon definimit të kategorive të njerëzve në relacion me normat e Allahut subhanahu wa taala, themi që kemi 3. E para ta'dhimullah subhanahu wa taala. Pra madhërimi i Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është ne kur e madhërom shpalljen,
ne automatikisht e kemi madhëru edhe Allahun subhanahu wa taala, sepse ne madhrimi i shpalljes pra e bëm sepse është nga Allahu subhanahu wa taala. Pra madhrimi i shpalljes është rezultat i madhrimit të Allahut subhanahu wa taala. Pra obligimin e parë kur themi që e kemi obligim të madhërojmë kufijt apo normat e Allahut, fillimisht është madhrimi i Allahut subhanahu wa taala, pastaj është madhrimi i shpalljes pra apo islamit në mënyrë të përgjithshme. Ta'dhimul mujmal lama ja'at bihi sharia. Pra madhërimi i shpalljes në mënyrë të përgjithshme. Pra madhërimi i shpalljes edhe këtu hyn Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e treta është ta'dhim tafsili lama adhamathu sharia. Madhërimi i detajuar i asaj që e ka madhru Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse si që dim, jo çdo gjë në islam e ka të njëjtën vlerë. Për shembull, nuk është njëjtë qabja me një vend tjetër. Pra Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë disa vendeve, disa kohërave, për shembull nuk është njëjtë si muaji Ramazani si një muaj tjetër. Nuk është, pra Allahu subhanahu wa taala i ka vlerësuar disa gjëra nga disa. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Edhe si çështja pejgamberëve dhe kështu me radhë. Pra, fillimisht e para është madhrimi i Allahut subhanahu wa taala, apo madhrimi, pastaj është madhrimi i shpalljes me atë çka pra Kuranit dhe Sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e treta është madhërimi në mënyrë të detajizuar i atyre gjërave se çka Allahu subhanahu wa taala i ka madhru. Në relacion me këto tri madhërime, po ashtu i kemi tri kategori njerëzish. Pra njerëzit në relacion me këto tri gjëra, tri madhërime, i kemi tri lloj njerëzish. E para është men yamtathil li sharia wa yu'adhimhu ta'dhim qalbi khas. Ai që i kryen urdhrat e Allahut subhanahu wa taala, i nënshtrohet Allahut, e madhron Allahun me një madhërim të thellë dhe të veçantë në zemrën e tij. Pra kjo është kategoria e parë e njerëzve. Pra ky njeri i madhron normat e Allahut, dispozitat e Allahut, ndalesat dhe kështu me radhë, me një madhërim që buron nga zemra. Pastaj, kjo shka buron nga zemra e hedh edhe në praktik. Men yamtathil li sharia walakin laysa lahu ta'dhim khas. Kemi kategorinë e dytë të njerëzve që i madhërojnë deri diku normat e Allahut, dispozitat, ka një farë respektit, mirë po jo ndonjë respekt ku me diçka, po thjesht i kryen obligimet si obligim. Pra shef ka disa nga njerëzit, ndoshta fal namazin, e shef a hyni koha ta kryj, nuk e bën, domethënë nuk përgatitet ku me ditë se sa për çështjen e namazit a thu se është duke dalë mu taku me Allahun subhanahu wa taala, apo është duke dalë para Allahut subhanahu wa taala. Pa thjesht e ka një madhërim të normave, të dispozitave, të obligimeve dhe kështu me radhë, mirë po jo diçka ku me ditë çka, mirë po thjesht me kry obligimin. Edhe kemi kategorinë e tretë, men la yamtathil wa la yu'adhim. Ai që as nuk i bindet dhe as nuk e madhron Allahun subhanahu wa taala. Dikush mundet me pyet për kategorinë e dytë, a ka mundësi që ai që nuk ka ku me ditë sa madhëri edhe mi kry obligimet dhe me ju bind urdhrave dhe shtu, themi po, sepse kë e ka aslu ta'dhim, esencën e madhërimit të ky person gjendet, mirë po jo në nivelin e duhur. Pra, si thojnë selefët, ka mundësi thot, një njeri thot, dy njerëz thot, inna rajulani la yaqifani fi saf, ka mundësi të jenë me një saf, namazi i tyre është si dallimi mes tyre është si dallimi mes qiellit dhe tokës. Pra arsyeja është se ky i pari madhërimi, përgatitja për me dalë para Allahut subhanahu wa taala, ajo mbikëqyrja se Allahu subhanahu wa taala është duke e pa, të jetuarit me këtë gjallë dhe kështu me radhë, dallon se sa një njeri që pret me ardh koha, me hy koha e drekës, mi kry atë fat çka ka ba dhe me vazhdu jetën. Pra, këto dyja kanë dallime. Për janë të Allah thot, dhalika wa man yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Po kështu është, kush madhëron shenjat e Allahut, tregon për kushtimin e zemrës së tij. Pra, sa ma shumë që njeri i madhëron dispozitat e Allahut subhanahu wa taala, kjo është shenjë
në shenjë e përkushtimit të zemrës së tij, shenjë e devotshmërisë apo shenjë e devocionit. Ky ajet të nderuar vëllezër ka zbrit për haxh. Mirë po kur sahabët aq kanë shku larg që e përshkruajnë thotë kanu sahabe yusamminun al-adahi. I jepshin me hangër edhe i trashin kurbanet. Pra kanë shku në atë se mi madhru shenjat Allahut në lidhje me haxh është që mi jap kurbaneve edhe me hangër para se të prehen. Pra kanë shku tek kur e kanë kuptu ma gjanë çështjen e madhërimit të dispozitave të Allahut subhanahu wa taala. Pra gjaja ma e shtrenjtë këtë botë të nderuar vëllezër është madhërimi i normave, dispozitave, kufive të Allahut subhanahu wa taala. Allahu t'i takojnë shembujt më të lartë, mirë po do të marrim shembuj nga jeta jonë praktike. Nëse ti e don një njeri dhe ai njeri ka peshë në zemrën tënde, nuk ka dyshim se ti fillimisht ke qef dhe dëshirë që ai person me kërku nga ti ta bash një vepër. Momentin që kërkon nga ti me ba një vepër, momentin që ti e kryen atë vepër, e pyetën fillimisht ke dëshirë që veprën ta bash në mënyrë më të përpikt. Pasi ta kryesh atë vepër, e pyetën a je i kënaqur se si e kam kryer atë vepër dhe kështu me radhë. Pse? Se madhëria e jote, pra madhëria e atij person tek ti është e madhe. Allahu subhanahu wa taala i takojnë shembujt më të lartë. Varësisht sa tek ne është madhëria Allahut subhanahu wa taala, aq edhe ne i kryjm obligimet që i kemi nga Allahu subhanahu wa taala. Aq edhe ne largohemi nga ndalesat. Pra nëse e do një person dhe ai person thot mos e bën një vepër, pra ti ndalesh për hatër të një personit e lën atë vepër. Pse? Sepse dashuria dhe madhëria e jote për atë person është në brendësinë tënde që të ndalon apo të motivon ti me kry vepra. Kështu është të nderuar vëllezër edhe çështja në relacion me Allahun subhanahu wa taala, edhe pse Allahu i takon shembujt më të lartë. Varësisht se sa në zemrat tona, në brendësinë tonë është madhëria Allahut subhanahu wa taala, aq edhe ne i madhërom dispozitat, i madhërom rregullat, i madhërom obligimet, ndalesat dhe kështu me radhë. Pra, siç thash, Allah mos na bëft nga kategoria 3 që as nuk i madhrojnë, as nuk i madhrojnë, as nuk i veprojnë. Muslimani është mes kategorisë parë edhe 2. Pra ai që i madhron me një madhrim të mbrëmshëm, pastaj kjo reflekton në gjymtyrët e tij dhe mundohet të veprojë në formën më të mirë, dhe është ai që i kryen mirë po jo në mënyrë të duhur. Muslimani çdo herë duhet mu mundu dhe mu përpjek që me të qenë në kategorinë e parë. Përveç që e ka kry obligimin, pra kjo është idealja. Mos mu mjaftu thjesht vetëm me kry një obligim, kur vjen me kry namazin, duhet mi shoqëru vlera që ka ai namaz. Duhet mi shoqëru se ky person është i dalë para Allahut subhanahu wa taala. Duhet mi shoqëru se ky person para çfarë shpërblimit ka nëse e kryen një vepër dhe kështu me radhë. Pra nuk duhet me qenë vepra vetëm, pra si thot në gjuhën popullore shkel dhe shko, sepse varësisht, si thash, sa është prezenca e Allahut në zemrat tona, aq edhe ashtu në atë mënyrë edhe i qasemi dispozitave dhe normave të Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Me të vërtetë, besimtarë janë ata të cilët kur përmendet Allahu wajilat qulubuhum. Pra i zemrat e tyre dridhen, wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana, wa idha tuliyat alehim ayatuhu. Dhe kur u lexon atyre ajetet, pra besimi i tyre shtohet. Ky është një ajet. Tash do ta marrim një ajet të kundërtin e këtij ajet, sepse si thojnë arabt, el ashyatu arafu bi adadiha. Gjërat njihen me të kundërtën e tyre. Çka do të thonë? Pra njeriu nuk e din vlerën e diçkaje aq në mënyrë të duhur, pa e ditë të kundërtën e saj. Nëse na nuk e kishim ditë vlerën e dritës, po mos ta kishim përjetuar errësirën.
Nuk i kishim ditë vlerën e lumturisë, kënaqësisë, po mos i kishim përjetuar mërzitë kështu me radhë. Pra, ajeti i parë është ata të cilët kur përmendet Allahu i dridhen zemrat, i dridhen lëkurat. Kur lexon ajetet e tij shtohet imani, dhe kemi të kundërtën ku thot Allahu kur e përshkruan një kategori njerëzve, wa idha qila lahu taqillaha akhadhathu al-izzatu bil ithm. Është kategoria përballë tyne që kur i përmendet Allahu subhanahu wa taala, kjo e shton arrogancën, pra për me vepru mëkat. Pra, idha qila taqilla, ke frikë Allahun, ja përmend Allahun dhe kështu me radhë, kjo Allahu na ruaj e shtyn më shumë drejt arrogancës dhe drejt mëkatit. Pra kemi dy kategori, ata që kur përmendet Allahu i dridhen zemrat, dhe ata kur i përmendet Allahu vetëm se e shtyn drejt mëkatit dhe nuk ndalen. Shtohet pyetja si mund të arris besimtari tek kategoria e parë, që thame pra që ai i cili i nënshtrohet dhe e madhëron Allahun subhanahu wa taala dispozitat, kufijt dhe normat kështu, nga thellësia pra e zemrës së tij, nga mbrëmësia e tij, dhe nuk e bën thjesht në mënyrë sipërfaqësore adhurimin, por thjesht duke filluar nga zemra. Fillimisht e para, gjatë të nderuar vëllezër dhe motra, është el ilmu billah, dituria rreth Allahut subhanahu wa taala. Të besuarit se Allahu subhanahu wa taala të sheh në çdo gjendje në të cilën je. Dituria rreth cilësive dhe emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Allahu është shikues, pra Allahu shikon, Allahu dëgjon dhe kështu me radhë. Edhe e dyta, meditimi në ajetet e Allahut subhanahu wa taala, meditimi në ato që ka kriju Allahu subhanahu wa taala, meditimi në kozmos dhe kështu me radhë. Siç thash, pra fillimisht njeriu duhet me formu një bindje për Allahun subhanahu wa taala. Momentin që njeriu formon një bindje, formon një dashuri për Allahun subhanahu wa taala, ky person tani i madhëron edhe obligimet e Allahut subhanahu wa taala. Siç thash, siç e pruna shembuj nga jeta jonë praktike, nëse personi e don dikant me zi shpret, sidomos nëse personi ka pozitë dhe kështu me radhë, peret nga ai ndonjë obligim, gëzohet kur ja kryen obligimin dhe kështu me radhë. Kjo duhet me qenë në relacion, pra jo kështu, bile edhe më lart duhet me qenë me Allahun subhanahu wa taala. Për një Allah thot inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama'u, me të vërtet ato që më së shumti e kanë frikë Allahun, që më së shumti madhrojnë dispozitat e Allahut, që më së shumti madhrojnë normat e Allahut, janë dietarët. Pse? Janë si rezultat i dijes së tyre. Pra njeriu, si thonë dietarët, kullu ma kana a'lam billah kana akhwaf minhu. Sa më shumë që din njeriu për Allahun, sa më shumë që mediton për Allahun, sa më shumë që më radh, ky njeri edhe i madhëron dhe e ka frikë Allahun subhanahu wa taala më shumë. Për këtë thot, dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Po kështu është, kush madhron shenjat e Allahut, kjo tregon për kushtimin e zemrës. Sa më shumë që i madhron shenjat e Allahut, sa më shumë që i madhron hynoren, sa më shumë që i madhron shpalljen, dispozitat, shariatin, islamin, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aq më shumë kjo tregon tregues është, pra se kjo është si rezultat i devotshmërisë dhe zemrës, pra min taqwal qulub, si rezultat i përkushtimit të zemrës. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala thot, dhalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lah. Dhe kushdo që i madhron shenjat e Allahut, kjo është më e mirë për te. Ibn Kathiri kur e shpjegon këtë çka thot, wa man yu'azzim hurumatillah, dhe kush i madhron gjërat e ndaluara nga Allahu subhanahu wa taala. Pra një njeri, pra nëse Allahu subhanahu wa taala ka ndaluar diçka apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo ndalesë ke ky është vi e kuqe. Thot Ibn Kathiri, wa man yu'azzim hurumatillah, kush i madhron këta kajnë pesh ndalesat e ky person, wa man yatajannab ma'asiyahu, që do të thot kush i shmang mëkatet dhe ato që janë të ndaluara nga Allahu, wa maharimahu wa yakunu irtikabuha 'aziman, duke e konsideruar ato të rënda dhe të mëdha në zemrën e tij. Pra, një njeri që një ndalesë, të nderuar vëllezër dhe motra,
e konsideron të madhe. Pra nuk ka diçka, si thot Allahu subhanahu wa taala, tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi adhim. Ju ka mundësi diçka e llogaritni të vogël, e mirë, po tek Allahu është e madhe. Pse? Sepse dietarët thonë, mos e shiko pra madhësinë, sasinë e mëkatit, por shikoje ku je duke i bë mëkat. Mos e shiko sasinë se çfarë mëkati je ti bë, sa shikoje ku je duke ia thy urdhrin. Për një atë Ibn Kathiri thot, wa yakun irtikabuha adhiman. Ai që i madhëron pra shenjat e Allahut duhet që ndalesat me pas pozitë të lartë, pra me qenë të urrejtura në zemrën e besimtarit. Fi nafsihi fa huwa khairun lah, derisa ajo është e madhe dhe është e urrejtur, ajo thot është më e mirë për të. Për një atë Allah thot, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Le të ruhen, thot, ata të cilët e kundërshtojnë urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të mos i godas ndonjë sprov fitne, an tusibahum fitne, ose t'i kaplojnë ndonjë dënim i dhëmshëm. Fitne, të nderuar vëllezër, këtu është shirku dhe kufri. Është fakt se ne e dim se jo çdo thymje e urdhrit të Allahut dhe të pejgamberit është kufër dhe shirk, Allah na ruaj. Mirë po, thymja e urdhrit të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është hapje e derës që të çon në diçka më të madhe. Pra njeriu kështu duhet më shiku kur e thën një urdhër të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra mos më thon si një gjunah e bana apo diçka ashtu më radh. Mirë po, kjo është rrezik për me çel rrugën, pra momentin që hapet dera, të nderuar vëllezër, atëherën është problem. Momentin që është dera mbyllur, atëherën me depërtu pra fitnet, sprovat dhe gjërat e dëmshme janë shumë më vështirë. Momentin që hapet dera, atëherë njeriu nuk ka më i sigurt se cila stuhi dhe cila fitne do ta godas. Dhe për këtë jemi dëshmitar të gjallë që ndëgjojmë, ja ka deviju filani apo filani i shfale, ka lënë namazin, dhe me thanë, arsyeja është se kur hapet dera, pastaj nuk ka njeriu garancë se prej cilës anë hyn shejtani. Momenti që njeriu ka derën e mbyllur, është në një lloj sigurie. E kemi përmend ligjëratën e kaluar rastin e Ebu Bekrit me Fatimen. Kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Fatima shkoi me kërku trashëgimin tek Ebu Bekri, duke mendu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lënë trashëgimi. Mirë, po çka tha Aisha? Fatima ka shku tek Ebu Bekri me kërku, siç thash, pra trashëgimin. Dhe Ebu Bekri e kishte një tekst nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'ashira al-anbiya la nurath ma tarakna sadaqa. Ne pejgambert nuk lam trashëgimi. Atë që e lam është sadaka. Tash Ebu Bekri e kishte rastin e Fatimes, vajzës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra pjesë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç themi. Dhe pejgamberi sa ka dash në më të shumtën dhe kështu me radh, ka qenë pjesë e saj, i ka thënë ti je pjesë e jemja, pra, dhe do të jesh nga ato që do të vish pra pas meje në xhenet dhe kështu me radh. Mërzia Fatimes dhe kështu me radh e kishte Ebu Bekri një anë Fatimen, dhe anën tjetër e kishte tekstin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja tregoi këtë dhe çka tha Ebu Bekri? Nuk tha nuk mund, nuk ka për ju trashëgimi, na fal dhe kështu me radhë. Mirë po tha, wa inni akhsha in taraktu shay'an mimma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aziq. Un kam frikë se të laj diçka, mos të punoj me diçka që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam en aziq, që të devijoj. Pra kam frikë se me thy urdhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kam frikë se do t'ja hapi derën pra vetes për devijim. Shtrohet pyetja, çka e shtyri Ebu Bekrin ta thotë këtë fjalë. Të nderuar vëllezër dhe motra, në jetën tonë, sa ma e shtrenjtë që
kemi diçka sa ma e shtrenjtë është diçka që ka posedom, aq ma frikë kemi që ta hupim. Pra nëse njeri posedon diamant apo diçka shumë të shtrenjtë, ky person ka frikë shumë mos ta hup këtë. Pse është diçka shumë e shtrenjtë. Diçka pa vlerë, diçka që s'ka vlerë, 1 euro. Nëse i ka hup 1 euro, nuk mërzitet shumë. Mirë po nëse e ka hup një diamant apo një shumë të madhe pare apo diçka shumë e vlerë, mërzitet. Pse ishte rregull, sa ma e shtrenjtë të jetë diçka që ka posedon, aq ma shumë mërzitet dhe ka frikë ta humbas atë gjë. Kjo të nderuar vëllezër ishte edhe me shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe nëse e lexojmë historinë e tyre, i shohim fjalë që i kanë thënë. Pra se ato e kishin të shtrenjtë udhëzimin, e kishin të shtrenjtë shpalljen, e kishin të shtrenjtë pra ata, e kishin të shtrenjtë pra xhenetin, që ato ishte i shtrenjtë. Dhe kishin frikë se mos po i merret dhe mos po devijojnë. Dhe çdo gjë e lidhshin me këtë gjë dhe thoshin që kam frikë se mos po devijoj. Domethënë, ndërsa në jetën tonë praktike, ka mundësi ja them një urdhër të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e lam një obligim, e bam një ndalesë dhe nuk ka ku me ditë sa peshë madhe për fatkeq ai mëkat që e bam. Pse? Se vlera te na nuk është aq e shtrenjtë që të kemi frikë se po hapim një derë të devijimit. Ndallim me Abu Bekrin dhe shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra, si thash, sa ma e shtrenjtë të jetë diçka, aq ma shumë ka njeriu frikë dhe e ruan atë gjë se sa që ta humbas. Kjo ishte edhe me Abu Bekrin, me Fatimen. Udhim të Fatimja shumë mirë po, tha kam frikë, tha se e kam tekstin e pejgamberit, kam frikë që me thy urdhrin e pejgamberit, pa ja hapi vetes derën e devijimit. Këto janë pra në mënyrë të shkurtë çështjen e madhërimit të Allahut subhanahu wa taala dhe madhërimit të shpalljes në mënyrë të përgjithshme. Kur themi shpallje, se kemi për qëllim Kur'anin dhe Sunetin, dhe kategoria e tretë e madhërimit është madhërimi i dispozitave, i normave në mënyrë të detajzuar. Pra, siç thash, Allahu subhanahu wa taala thot hafidhu ala salawati was salatil wusta. Allahu subhanahu wa taala thot kujdesuni për namazin, por kujdesuni për namazin e mesëm, ikindin. Apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot men taraka salat al-asr faqad habita amaluhu. Kush tregon neglizhent dhe e lën namazin e ikindis, i azgjësohen veprat. Apo utira amaluhu ahlu, apo janë shkatruar pasuria dhe familja kështu me radhë. Pra ka disa obligime, disa norma, disa dispozita që duhen, pra Allah subhanahu wa taala i ka respekt, pra kërkon nga ne një lloj respektimit apo një lloj madhërimit më të veçantë se sa tjerat. Është një hadith që tregon për këtë, të nderuar vëllezër dhe motra, hadithin e kemi besoj të njohur dhe e kemi ndëgjuar. Mirë po do të përmendi këto dhe do të lidhi me temën çka ka të bëjë me ne. E dimi rastin që një grua nga fisi pra Beni Makhzum ka vjedh. Dhe atje fiset, dhe deri më tani mirë po fiset në atë kohë pra ishte fis me emër. Edhe si ka mundësi tash me na dal zani që prej fisit Beni Makhzum ka vjedh filania. Dhe shkon tek pejgamberi dhe një thon, a ka mundësi që të ndërmjetësojmë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mos t'i kputet dora kësaj, sepse kjo do të, si më thon, do të jetë një lloj marre dhe do të kuritemi si fis, sepse kemi qenë deri në atë kohë fis me emër. Dhe thon, nuk ka mundësi ta bëj ndërmjetësimin vetëm se Zejdi pra, Usame ibn Zejd, illa Usame ibn Zejd, hub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i dashur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkoi Usame ibn Zejd tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të ndërmjetësoj për një prej
dispozitave apo normave të Allahut subhanahu wa taala. Çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? E tashfa'u fi haddi min hududillah. A je duke ndërmjetësu në një dispozit, në një normë prej normave të Allahut subhanahu wa taala? Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit në hutbë dhe tha: inna ma ahlaka alladhina, me të vërtetë u shkatruan qablakum annahum kanu idha sarqa fihim ash-sharif tarakuhu. Arsyeja që janë shkatru popujt të cilët ishin para jush, nëse një njeri pra me pozit nga një fis me nam thot ka vjedh ose ka bën ndonjë krim, ndonjë mëkat dhe kështu me radh, taraku, pra e kanë lanë. Wa idha saraqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd, ndërsa nëse ka bën ndonjë krim, ndonjë njeri nga fisi i dopt apo një njeri i dopt, thot në të thot e kanë kryer ekzekutivin. Wa imullah pasha Allahun law ana Fatima bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Pasha pra Allahun, nëse Fatima, vajza pejgamberit, vajza Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po të kishte vjedh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ja kisha kaput, thot dore. Nuk ka dyshim se ky hadith të nderuar vëllezër dhe motra ka shumë dobi, mirë po ajo që ka baj me temën e sotme është se në një asnjë formë dhe në një asnjë mënyrë, qofshin ato lidhje farefisnore, lidhje shoqërore dhe kështu me radh, nuk bën njeriu pra me lanë obligimet apo dispozitat e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mujt me thonë që nuk ka mundësi edhe me ndal këtë. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshmi çu mesazh shokëve të vet, atij fis dhe gjithë umetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se nuk ka të bëjë me një fis, por edhe Fatime, që është vajza ime, që është pjesë nga une, ta kishte bërë një vepër pa marrë parasysh që në te ka Allahu subhanahu wa taala dispozit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte ekzekutuar gjatë. Pra kjo është mesazh të nderuar vëllezër se në një asnjë mënyrë dhe në një asnjë formë besimtari nuk duhet milan pra urdhërat, dispozitat, normat e Allahut subhanahu wa taala. Pra nuk ka ndërmjetësim në ato dispozita të Allahut subhanahu wa taala. Kjo tregon madhërinë që e kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dispozitat dhe në urdhërat dhe në obligimet e Allahut subhanahu wa taala. Pra e pruna këtë shembull me tregu se sa ka qenë madhëria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu edhe shokët e vet dhe kështu me radhë. Pra Islami nuk njeh lidhje, Islami nuk njeh farefis, Islami nuk njeh qofshin ato lidhje familjare, shoqërore dhe kështu me radhë, kur ka të bëjë me çështjet e Allahut subhanahu wa taala. Pra edhe Fatima, edhe vajza pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse Allahu ka caktuar për një vepër të caktuar, një dënim apo një ligj apo kështu me radhë, nuk ka mundësi që njeriu të tregohet neglizhent dhe mos ta kryej atë vepër pa marrë parasysh kush është. Pra nuk ka pas më të afër tek pejgamberi se sa Fatima, që do me tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se sa do i afër që të jesh pa marrë parasysh çfarë lidhje të kesh, pra dispozita e Allahut subhanahu wa taala, gjykimi i Allahut për një çështje, vendimi i Allahut për një çështje duhet me qenë më parsorë. Si vjen kjo? Vjen, si thash në fillim, nga madhërimi që ka njeriu për Allahun dhe për shpalljen. Momentin që njeriu nuk e ka këtë madhërim për Allahun, për shpalljen, për hynoren, për Kur'anin dhe Sunetin, sigurisht edhe do t'i thejnë urdhrat e Allahut, do t'i kryejnë ndalesat dhe kështu me radhë. Sepse madhëria e Allahut pra në mesin apo në brendësinë e tij është minimale. Apo mos të them inexistente, dhe do ta përfundoj me rastin e Omerit radiallahu anhu. Omeri radiallahu anhu ishte prisi i besimtarve, ndërsa Har ibn Qais ishte njeri që ishte nga lexuesit e Kuranit dhe ishte njeri i afër si këshilltar i Omerit radiallahu anhu.
Ujejna ibn Hasan ibn Hudhejfe e kishte nip këtë El-Har ibn Qajs. Dhe ky kishte ankes për Omerin radiallahu anhu. Dhe shkon dhe i thot nipit vet, a ka dikush me ndërmjetësu si me arritun të Omeri radiallahu anhu se kam një lloj ankese. Ky shkon i flet Omerit radiallahu anhu, Omeri radiallahu anhu pranon që të hyjë ky person tek Omeri radiallahu anhu dhe kështu me radhë. Me rëndësi, çka i thot kë? I thot Omerit radiallahu anhu, fa wallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkum fina bil adl. As nuk na jep hakun që e meritom, as nuk je i drejtë. Ky person i drejtohet Omerit radiallahu anhu, për në mënyrë të pa drejt, shpif për Omerin radiallahu anhu, njeriu i përgëzuar me xhenet dhe kështu me radhë, i thot nuk je i drejtë dhe nuk na jep hakun e punës që e vepron. Atëheran Omeri radiallahu anhu nervozohet shumë, derisa don që ta rreh këtë person. Sepse të flasësh para Omerit radiallahu anhu, me thanë, Omeri radiallahu anhu nuk është njeri që ka toleru sidomos çështje jo të pa hak. Atëherë çka i thot nipi për dajën e vet, ja Amir al-Mu'minin, inna Allah ta'ala qala li nabihi khudh al-afw wa'mur bil urf wa arid anil jahil. O prisi besimtarve, Allahu subhanahu wa ta'ala i tha pejgamberit të vet, ja ayuhan nabi khudh al-afw, merre të lehtën, wa'mur bil urf, urdhëroh në të mirë, wa'rid anil jahilin, distancoju nga ignorantët. Wa inna hadha min al-jahilin, dhe dije se ky është prej ignorantëve. Transmetuesja që poenta, fa wallahi ma jawazaha Omar, nuk e tejkaloi Omeri këtë gjë, hina talaha alehi wa kana waqafan inda kitabillah, dhe ishte pra është nal, s'ka vazhdu ma gjatë. Pra momenti që tek Omeri radiallahu anhu u përmend ajeti, ky është prej ignorantëve, Allah thot largoj prej ignorantëve, Omeri radiallahu anhu u ndal. Pse? Arsyeja është se madhëria e Allahut subhanahu wa taala, madhëria e ajeteve, madhëria e shpalljes dhe kështu me radhë, kishte vend pra tek Omeri radiallahu anhu, vend që nuk kishte pra zemra e tij s'kishte vend për tjera gjëra. Pra kishte zemrën të përmbushur me shpallje. Momentin që ish përmend shpallja tek Omeri radiallahu anhu është ndarë. Sepse në jetën tonë praktike, nëse e marrim një krahasim e bam Omeri radiallahu anhu të shpifet për Omerin, për trimërinë që e ka pas Omeri radiallahu anhu dhe kështu me radhë, pra një njeri të flasë dhe të akuzojë Omeri radiallahu anhu për padrejtësi dhe kështu me radhë, po mos kishte qenë kjo ajet, dihet se si kishte reagu Omeri radiallahu anhu duke përfitu për historisë se si ka reagu Omeri radiallahu anhu. Mirë, po momentin që i ka thënë, Allahu ka thënë, largohen nga ignorantët, ky është ignorant, transmetuesi këtij hadithi transmeton, thot kana waqafan inda kitabillah. Është që është ndal pra. Domethënë atu se ka pas një barikad. Stop. Kështu duhet me qenë të nderuar vëllezër edhe ne. Momentin që përmendet pra ndonjë ajet dhe ndonjë hadith dhe ndonjë vepër se si ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai njeri që shpallja e tij ka vend dhe e madhron shpalljen, ai njeri menjëherë ndalet dhe reflekton. Për atë thojnë, intaha safaru talibina ila dhafara bi qulubihim, udhtimi njerëzve të mirë përfundon me fitoren mbi zemrat e tyre. Çka do me thonë? Që njeriu pra duhet me pas kontroll mbi zemrën e tij. Pa marr parasysh në mërzi, në gëzim, në varfëri apo në pasuri, i lumtur apo i mërzitur, njeriu pra duhet me reagu në atë pra që Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur. Paka shumë në luks, në rahati, një njeri e ka marrë një shprehi dhe e ban një adhurim të caktuar, e gjin rahatin atë e vepron. Mirë po, kur vjen që ta kundërshtoj në atë çka afret dëshira, egoja, epshi dhe kështu me radhë, nuk mundet me reagu njëjtë si kur reagon kur e kryen një adhurim të cilën i shba rutin dhe e kryen. Për një atë Omeri radiallahu anhu, edhe pse, si thash, për Omeri radiallahu anhu, prej natyrës Omerit radiallahu anhu, nuk ka qenë e lehtë me reagu në këtë mënyrë. Mirë po, momentin që është përmend ajeti, madhërimin që e ka pas për shpalljen, e ka ba me reagu kështu, dhe për fund pa përmend një hadith, më kujtu,
rasti I asaj grus që ka qa pasi ka vdek fëmiu. Shkoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta ngushëlloj dhe t'i jap sabër. Çka I tha ajo gru? I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ty nuk të ka godit atë që më ka godit mua. Largoju prej meje, një farë mënyre. Kësa I thonë që ky është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo nuk e diti dhe shkoj që të kërkoj një mënyrë falje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Innama sabru inda sadmatil ula. Durimi, sabri tregohet në goditjen e parë. Momentin që njeriu në goditjen e parë e manë dhe e kontrollon veten, kjo është rezultat se ky person pra në zemrën e tij ka madhrim për shpalljen. Nëse I thu ke frikë Allahun, largoju, ndalu dhe kështu me radhë, argumentet apo ajetet që bizotrojnë apo që I kanë brendësinë e zemrës tij e bajnë ky njeri me pas pra kontroll edhe në veprat e tija, për dallim ai njeri që është bosh pra në zemrën e tij nuk ka diçka nga brenda që e shtyn, pra siç kemi thënë se zemra është udhëheci komandanti. Nëse ai është në rregull, edhe gjymtyrët ka me qenë në rregull. Nëse në zemrën tonë të nderuar vëllezër dhe motra ekziston pra madhëria Allahut subhanahu wa taala, madhrimi I shpalljes dhe kështu me radhë, do të kemi kontroll në çfarëdo gjendje në të cilin kalojm për kontrollin e vetes tona. Momenti që nuk kemi, domethënë shpallje nuk ka ku me ditë sa vend dhe nuk e madhrom shumë, atëherë epshi, egoja, nefsi do t'ja mujnë veprat pra tona. E lusim Allahun subhanahu wa taala me na ba nga ato të cilët në çdo gjendje në të cilin jemi, kur Allahu shikon në zemrat tona, të jenë ato zemrat të cilët në çdo mënyrë pra janë zemrat të cilët janë të durueshme, zemrat të cilët janë të kënaqur me caktimin e Allahut subhanahu wa taala, zemrat të cilët janë që shpresojnë tek Allahu subhanahu wa taala dhe kështu me radhë. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله يشفي بلفته.